A i tonë s'mujnë më bo luftar të fort, po që është ta mungu sa 5.000 me 5.000 vejtë janë kontë që kanë gjullë shko. Tani ka pas normal edhe tjerë. Bravo, bravo. Shumë vërtet. E po, me Rifatin që jeni njoft, me Rifat Mziun pas e sa me? Me Rifatin jemi njoft se jemi edhe si kojshi jemi, fëshqin jena. Edhe të u ka të kreti kemi edhe në Marina të, edhe babën e tina, babalar të unë e njoft kanë pas raportet mira gjithë. Profesori Rifat Mziu ka qenë, me të vërtet ka qenë njeri shumë adhëtar, shumë luftetar, shumë i dashtën, shumë i ofërt, edhe me shuk, edhe me ushtar. Ka qenë zemra, veç zemër ka qenë. Ai, më duket ma të modha ka pas zemrën se trupin. Ka qenë njeri komandant shumë i zuti ka qenë. Jemi njoft edhe në Karara, bashkë në ditën kur i kanë sulmu jashartë, se pari jenë pozicionu forcët e armikut në fshatin Marin. E kanë qitë rejthin, tani kanë ra jasharëve anina. Edhe ka ardhur Rifati, ka shten, 2-3 herë, mi shpia tuna, ka paralajmëru që është në gjendje lufte. Edhe ato kemi dalë edhe, ato jena mobilizu krejt. Fshati, edhe fshati Marin, e kryshef se Makarmalja gjithë ato, kemi qenë një pikë për bashkët, komandant e këna posi Las Dërgutin. Ato, Rifat Mziu, më ka ra shumë beteja me zhvillu me Rifatin. Bashkë këtë ditë që po të regon Rambo, që atë ditë që ka kollë tonë kënë Rambo, me Rifatin jena kemi dollë, a ditë ka ra dëshmër i parë në të pikë ka ra Zenel Mziu, kushëre i ofert i Rifat Mziu. Ka qenë betej shumë e ashper, që më të mushmenja dhe pejtu ke plumat për dollin. Kanë me tëna, municion e granatime kanë zbroz forcat armikun ndaj forcat tuna. Po nuk e kanë alëshu piken. Kemi qenë shumë vendest, edhe pse s'kemi qenë numër shumë i madhë, po kemi qenë shumë vendest. Na e kena morë vesh për Zenel Mziun që ka ra dëshmur në do pozicione shumë ofer forcat të armikut, 20-30 metra. E ato e kena morë lojmen Rambo, une Rambo, Fadil Deliu edhe Bajram Joha i Mitrovicës kemi shku për me tërhik. Mos me lon forcat e armikut me marrë kufumën e Rifat Mziut. Zenel Mziut, më thëmë. Po, jena zhjirë, po është atje pa pozicione e kana luftu në atë pjesë dheri, Sogati në kanë hargju edhe fishek. Bajram Joha ju hargju në fishek të atina, i kena thonë shkë të regoju shukve, që mos na gjujnë se qatë që na hinë rëzik, jetë vdekje na hinë. Ju këna thonë shko të regojë shokve që mos të afruen forcat, mos na sulmojnë shoktun, se na hinë në pozicione na hinë. Ai Bajrami u shkua e ka të regu, të akun parin e Rifat Mziun. E ka të regu, ka thonë, sa mija me vlo atje pushta me një shok, janë të luftu. Ato Rifat Mziu u ardhë të i vrapu, edhe të shtenë, sa të mujtë, të shtenë në forcat e armikut. Ato ja kom pra krahërurin, veç që si pe këtë gjakë Rifat Mziut, se ka qenë edhe vape mo dhe të gju, sa të mujtë, e ka pas një karabin, 3, M48, që mos më shtërngu fërë të atë rëzajke, qaqë shumë arme e rej, u konë edhe e ka pas shumë, e ka pas shënjesër në mirë. A është Rifat Mziu ai që ka gjujt helikopterin, apo? Po, Rifat Mziu është protagonist i shumë betejave, ato të regojnë në ata shok që në konë, ato me thonë, mos të ishte Rifat Mziu, që i ka hejë përfun helikopterit, e ka gju, sa ka mujtë 3-4 karikatura, ja ka zbrobës helikopterit, edhe ato e ka pështu Sabit Gecin, se Sabit Geci ka qenë një plagusën edhe gati helikopteri, veç ju ka lëshu me... Që të deshta prita, cili ka qenë roli Sabit Geci, se unë e kam mekë? Po në po të regoj pak 2 pika të shkurta për Rifat Mziun, që pa të ka pështu Sabitin, që ashtu e realiteti është. Po kun vetë, thash, armën e parë Rifat Mziu ku e ka morë, Ramada Huti ka full drejt, tha, armën e parë, tha, e në shku të Sabit Geci ka morë. Trimit, ku të jepsh armën, është i vlefshëm, ha? Pse, me qatë armë që ja ka jep Sabit Geci, a përshej ka orë puna në helikopter me gjumë, ja pështu shpirtin Sabit Geci. Sabiti ka qenë i plagas të ranë. Ka qenë, krejt gjak ka qenë. Edhe ku e ka nxjerë Golinovën e